U premtuam në mënyrë publike tek ju, dhe më dëgjoni një herë pasaj fërshkëllajeni, keni drejtën tuaj, që janë antarët e Partisë Demokratike të cilët do ta votojnë me një antar një votë se kush do t'i përfaqësojë në Këshillat Bashkiake, se kush do t'i përfaqësojë në parlament. Nuk është në asnjë nen këtu. Dhe ajo çka tha ju Shkarazi që takojnë nuk është kështu. Nuk është kjo e vërteta. Prap kryetari do t'i zgjedhë. Ai do t'i japi dhe pastaj do t'i ratifikojë. Do t'jetë lista e kryetarit prap. Unë e kam thënë dhe them, kjo do t'jetë lista, do të thot lista për emër statutin, vëlla, ç'pun ka Edi Rama me statutin. Dakor. Ju lutem kolegë nderuar. Ti nuk më do që unë unë s'kam dërmëntike. Sepse në 95-ën kërkuat ikjen time dhe u vajti aty ku vajti Shqipëria. Ky është prap momenti. Ky është momenti prap. Dhe unë po ju them që me këtë statut Partia Demokratike do të shkoj edhe më keq akoma sepse e ka kthyer Partinë Demokratike në shërbim të një njeriu të kryetarit. Zoti Basha, leadershipi nuk është pushtet dhe pozitë. Leadershipi është vizion, leadershipi është vlera, leadershipi është moral dhe ndershmëri. Po, kështu që praktikisht asnjë nga ato premtime nuk janë mbajtur këtu. Dhe e dyta, më rëndësishme, ky statut nuk është statut i bashkimit, ky është statut i përjashtimit. Është fyrje për mua si demokrat, që në dy nene, në nenin 27 dhe 45, përmendet fjala përjashtim disa herë. Po ta mbani mend që një pjesë kryetare mund të jenë këtu, një pjesë kanë ikur zgjynjyer. Në prill të 16-s, kryetari Basha, duke e marrë vesh ata pa lajmërim, e morën vesh televizor, shkarkoi 22 kryetar degësh, pa asnjë sqarim. E morën vesh nga televizori. Si u hapi as telefonin. Ishte shkelje flagrante e statutit atëre. Tani s'do quhet më shkelje statuti. E ka me statut, i shkrin kur të doj. Për këtë proristi ju. Është për ta keq. Po mos mendoni që unë i drejtohem vetëm ju këtyre. Ju drejtohem dhe atyre demokratëve që janë dhe për jashtë këtu, shumicës heshtur, demokratëve dhe simpatizantëve dhe të gjithë atyre shqiptarëve, opozitar, të cilët nuk e durojnë të qeverisje që unë e kam quajtur me drejt më të keqen në historinë e Shqipërisë, por fatkeqësisht ne nuk ju ngjallim shpresë. Pse s'ju ngjallim shpresë? Për këto arsye, se s'kemi shpresën të demokratit. Prandaj unë do të them zoti Basha, tërhiqje këtë statut. Nuk është ky statuti. Mbaj premtimin, hape Partinë Demokratike, bëj analizën e humbjeve, ke 2 humbje rresht në më pak se 5 vjet, e treta për Partinë Demokratike dhe kjo punë do të vazhdoj. Në qoftë se ne vazhdojmë këtu, kjo punë vetëm do të vazhdoj. Ma mbani mend. Në mënyrë profetike në 95 do të ishte. Por e keqja më e madhe kjo është për ju zoti Basha radhë parë. E dyta do të jetë Partia Demokratike do të mbjetojë nëse do të largohen të punë. Më dalim ke debati kryetarit për problemin e dorëheqjes. Unë ju kam thënë, nuk e di ku t'ja shkruaj, pa e le. Kur u bë debat punë e kryetarit? Humbëm në 13-ën, su bë analizë. Humbëm në 15-ën, su bë analizë. Humbëm në 17-ën, u premtua do të bëjmë një zgjedhje të shpeshtë, su bë analizë. U bë dhe unë futa në proces. Dhash platformën time. Zgjynjimi im vazhdoi sepse megjithëse unë dhash platformën time dhe i shtrëngova dorën zotit Basha dhe i urova suksese, fakte se që dini ju treguan një video aty, një video duke vjedhur votat tonë brenda nesh. Brenda nesh duke vjedh. Dhe mund t'jetë dhe ata që përtasin. Asnjë mas nuk është marrë për ta. Pra ne si mund t'jemi në Partia e Lirisë Demokracisë kur vidhen votat brenda nesh? Dhe nuk ka qëndrim. Po nuk ka qëndrim. A doni ta bëni këtë si 95-ën deja vu? Bëjeni. Unë jam këtu për treguar që kjo s'është rruga jo vetëm për Partinë Demokratike, nuk është rruga jo vetëm për të djathtën shqiptare që po e mban peng, nuk është rruga jo vetëm për opozitën shqiptare, po nuk është rruga as për Shqipërinë, as për shqiptarët. Ju falenderit.